Përshëndetje Frensa. Je një kërkim një vend pune? Unë kërkoj vajzë të punën në skuadrën time. Ju mi pres dhe regjistrimet janë falas. Unë punoj në network marketing online në kompaninë e Snapit. Sot do t'ju flas për një ushqim që e përdor çdo ditë, gjinzën. Gjinza nuk është vetëm e shijshme, po edhe shumë e dobishme për trupin tonë. Dobësimi oreksi 2-3 lugë gjinz në ditë mund të ndihmojnë të ndihesh një kopë më gjatë. Pra, ul oreksin dhe ndihmon në kontrollin e peshës. Flokët e pasur me proteina që ndihmojnë flokët të jenë të fortë dhe të shëndetshëm. Zemra, shëndet i përgjithshëm, ka kalcium dhe vitaminë që janë të mirë për koskat, zemrën dhe muskujt. Prani një ushqim super kremoze të shëndetshme dhe aromë fantastike. Prezantohet një tavë me specie dhe kunguj të mbushur me gjinjë dhe spinaq. Më ndiqni hap pas hapi. Pa e lyen specie dhe kunguj me pak krip dhe vaj, e fusim në tapë deri 10 minuta të marrin ngjyrë dhe të zbuten, pastaj e nxjerrim për t'i mbushur. Hapi i dytë, bëhet mbushja. Skuqim pak hudhë dhe spras, dhe kunguj. Bër tani ka rrallën të hedhim një lugë saç që ju kam treguar se si ja kam bërë me domate me specie. E përzihem, pastaj hedhim spinaqin. Hedhim spinaqin që të zbutet dhe siç e shikoni spinaqi është bërë gati, do ta heqim nga zjarri për ta mbushur. Ushqim, unë përkujdesem dhe për flokun, që unë përdor shampon kundra rënjës së flokut. Shampo, serumi dhe skrapi. Kjo ushqim dhe hidraton flokun, forcon rënjën e flokut, ndihmon kundër rënjës së flokut, nxit rritjen e flokut të re, forcon rënjët dhe redukton rënjët, jep shkëlqim natyral dhe flok të fortë. Përdorimi i rregull, rezultati i dukshëm. Spinaqi e bashkojmë me gjinjë dhe me vezë dhe e mbushim që e nxorrim tavën, kunguj dhe specat. Pikate kemi mbushur specat dhe kunguj. Siç e shikoni, tani ja fusim direkt në tavë derisa të bëhet. Rezultati ta provoni të gjithë se del shumë e mirë.